Në Rusi nuk proteston njëri. Edhe ata që guxuan të protestonin, drejtuesit e protestës, disa vdiqën burgjeve, disa u helmuan, dhe disa janë burgosur nga 10-15 vjetë, sepse i quan tradhti apo i quan kundra luftës në Ukrainë. Ku dallon pra? Dallon nga protesta. Protesta ku njeriu, individi është i lirë të shprehë shqetësimin bashkë me pjesën e shoqërisë, shqetësimin e tij, zëmrimin e tij, padrejtësinë që ndodh ndaj tij. Kjo është Europa. E tham, edhe na doli biseda në studio, kjo është Europa. Europa nuk janë koncertet. Edhe në kohën e komunizmit, kur po binte komunizmi në Shqipëri, që për Shqipërinë quhej gjë e madhe, ka ndodhur koncerti kush e mban mend, Albano dhe Romina. Pra do të themi kush nuk e mbante është rikthyer për gjatë këtyre ditëve. Ai koncert në 36-ën është rikthyer në këto. Ai është ngjarje reale, kurse koncerti 36-ën është metafora. Çfarë nuk ndodhte në Shqipërinë komuniste? Protesta. Kur ndodhi ajo, Shqipëria ju bashkoi Europës. Pra filloi të hapte negociatë, ju bashkoi Perëndimit. Europa, dhe kjo nuk është për të bërë, kjo është një realitet. Pra është në konceptin politik, filozofisë politike, protestuesit e çojnë Shqipërinë në Europë. Nuk e çojnë, pra po rikthehem këtyre thënieve se mendoj që në këtë kohë ku kanë folur të gjithë vlen dhe këto gjërat esenciale që po citoj një Wolfgang Biermann, shumë i njohur në Gjermani, që thotë do dëshiroja një demokraci jo estetike pra të shëmtuar, se një diktaturë të bukur. Këta janë Europa, protesta është Europa. Njeriu që kërkon të drejtën e tij, bazuar në koncepte demokratike, në rrugë, në sheshe. Sheshet kanë prodhuar dhe e kanë bërë perëndimin sot, Europën ku ne duam të shkojmë me shumë zell, ku një pjesë e shqiptarëve ka shkuar atje për të jetuar, edhe për të ushqyer, për të mbajtur veten e tyre dhe për të mbajtur edhe familjet e tyre. Se tek e fundit një nga arsyet që po protestohet sot janë dhe ata. Ja pra, pse shkojnë njerëzit në Europë? Jetohet më mirë dhe janë më të lirë. Ka një lloj ikje e shtresës mesme, apo dhe të truri që ka Shqipëria, ikën në të jetojnë në perëndim për disa arsye. Ka njerëz që edhe mund ta kenë zgjidhur ata pak njerëz pra që kanë ndërtuar një farë ekonomie në Shqipëri, po ikin për sigurinë dhe për lirinë dhe për të ardhmen e fëmijëve. Pjesa tjetër ikën nga liria dhe ekonomia. Nuk mund të jetë Shqipëria vend evropian kur krimi organizuar, kartelet kontrollojnë qytetet më të rëndësishme, Durrësin, Elbasanin, Vlorën, Fierën, Shkodrën. Nuk ka lidhje me Europën. Ato demonstrime që ju i kishit bërë tani janë më konkrete. Këto bashkohen të gjitha bashkë. Kjo është një paketë e gjithme. Opozita e ka bërë me kokë, sot janë njerëz, dhe kjo e njerëzve është akoma më e bukur që ata protestojnë, sepse është e vështirë jeta në Shqipëri. Edhe arroganca është akoma më poshtruese. Unë mendoj përveç varfërisë që ka kapur këtë popull, ky popull poshtrohet masivisht. Nuk mund t'i marrësh tash të gjithë Vlorës, ju marrësh Bregdetin që të lahen në det vetëm ata që kanë mundësi dhe të tjerë të shohin. Nuk mund t'i marrësh zonat më të bukura të Shqipërisë sepse janë pronë kombëtare. Po i morën Shqipërisë të gjithë zonat më të bukura që ka, çfarë ngelet shqiptar? The Albanian Files dhe 4.3 milion euro. A ishin dy poshtrimet ndër më të fundit që janë bërë shqiptarëve? Unë mendoj që ka vite që shqiptarët kanë formuar zëmrimin e tyre me këtë gjë, se e shohin realitetin. Dhe arroganca, kryeministi harron diçka, që arroganca ka hedhur perëndori, i ka shkatërruar. Jo këtë lloj kryeministri. Arroganca e tij është njëkohësisht edhe frika e tij. Ai duke qenë, se nuk do, po do ta me pak fjalë, njëri narcist nuk e pranon dot që njerëzit nuk e duan më. Dhe ka ndodhur një gjë me këtë protestën, në këndvështrimin tim. Është një sociolog i famshëm dhe filozof gjerman, Niklas Luhmann, që thotë pushteti më i madh është komunikimi, është mesazhi. Nëse deri tani, pra deri pak para 40 ditëve ose para një muaji, disa muajsh, mesazhin politik dhe komunikimin politik e kontrollonte Rama nëpërmjet institucioneve të mediave. Pse? Se ishte një investim, është një investim miliona e miliona dollar. I paguar. Është komunikimi i tij, sepse pushteti është komunikim, është mesazh. Pra, ku ishte pushteti i komunizmit? Ishte propaganda. Sistemi komunist në gjithë historinë e njerëzimit është sistemi më i dështuar, ekonomikisht, ushtarakisht, në çdo pjesë. Ishte sistemi i suksesshëm në propagandë, në përhapjen e mesazhit të tij. Që ishte i rrem, por kjo ishte fuqia e tij. Rama këtë gjë e kishte vetëm para pak kohësh, që ai mesazhi i tij ishte dominant, fali investimit miliona e miliona dollarëve nëpërmjet mediave, analizëve, çdo rrjeteve sociale. Sot këtë lloj mesazhi, dhe ai është i shqetësuar që është për algoritmi, e kontrollon protesta. Dhe këtë unë pak e kam dëgjuar, ky është suksesi më i madh i kësaj lëvizje. Është mesazhi politik. Sot mesazhin politik e kontrollojnë protestuesit. E kontrollojnë njerëzit e lirë. Pse është shumë i rëndësishëm, edhe në koncept politik. Është shumë i rëndësishëm.
këtu, sepse në moment që mesazhi politik i qeverisë nuk përçon më, ose nuk është më i besueshëm, kura komunizmi në Shqipëri, për